Faleminderit që na kemi këpritur me rastin e këtij samiti dhe urime për rezultatin e zgjedhjeve. Vërtet edhe për këtë rrugtim europian e besim që shpreh tek Europa. Faleminderit dhe kam kënaqësi që ju shoh të gjithëve këtu me rastin e samitit të 6 të komunitetit politik europian e i pari që zhvillohet në Ballkan. Faleminderit për këtë mikpritje, po kështu edhe që na kujton se pas ëndrrës europiane dhe asaj çfarë na bashkon nuk është vetëm gjeografia, por edhe mitologjia, historia dhe rrugtimi që kemi bërë. Ju referove rilindjes, iluminizmi, kulturës, gjithçkaje që na ka frymëzuar. E megjithatë, jemi këtu sot në kohra ku jetët e vendeve tona e situata e kontinentit ton i sjell paksa seriozitet këtij takimi duke pasur parasysh se sa e lartë është steka. Në fakt, në raport me këtë seancë, më lë mbres diçka e pashëmbullt që në fakt ka një sfidë të gjitha format të sigurisë së Europës dhe të mbledhurit përtej Bashkimit Evropian dhe mbledhja me të gjithë krerët e shteteve dhe qeverive që përfaqësojmë këto vende, kjo na jep shansin e një kontinenti më të gjerë. Na jep shansin që të përballemi me sfida e ta bëjmë këtë së bashku, në unitet, duke pasur parasysh rrezikun e dasisë që na kërcënon. Natyrisht, përparësia politike është gjeostrategjike, ka rreziqe natyrisht të ndasive, të luftës në Europë, ndonjëherë ka edhe kërcënime të unitetit. Natyrisht, pikë së pari është lufta e agresionit rus në Ukrainë dhe Volodymyr e di se sa shumë jemi krahti, solidar. Kemi bërë së bashku me Kierin, Donaldin dhe Friedrichun. Kemi krijuar koalicionin e të vullnetshmëve dhe është shumë e rëndësishme që të mbështetet Ukraina dhe të mbështetet pikë së pari armëpushimi, edhe në qoftë se duhet thënë, orët e fundit, Rusia nuk e do këtë armëpushim, por trysnia e europianëve dhe amerikanëve do ta bëjë. Nuk do të ketë armëpushim spontan. Rusia, sidoqoftë, duhet u kthehet diskutimeve që u mbajtën në 2022. Natyrisht, kjo do të thotë që duhet të këmbgullim në mënyrë që të sigurojmë një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Unë shpresoj që gjithçka do të përmbyllet, do të ketë edhe një traktat paqe midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe dua t'ju them Nikol dhe Ilam se sa e mbështesim ne këtë gjë. Dhe kjo në fakt do të thotë që të ecim përpara për çështjet që mbeten. Mëtej duhet mbështetur Moldavia ndaj agresionit të përditshëm nga Rusia. Gjithashtu edhe duhet mbrojtur edhe në raport me zgjedhjet e ardhshme, sepse ne e dimë se sa shumë ndërhyrje ka. Dhe siç e tha Antonio, kjo e gjitha ka të bëjë me koordinimin mes nesh për t'i dhënë fund situatës papranueshme humanitare në Gaza. Pra, është i nevojshëm një armëpushim, është e vetmja rrugë përpara dhe është thelbësore që vendet tona e është e rëndësishme për parimet që ne mbështesim një gjë e tillë. Edhe me sa kuptojmë, edhe për të tjerët në barbotën që mënyra se si e shohin atë që bëjmë në Ukrainë. Në fakt nuk po krahasoj, po dua të them diçka. Njerëzimi, Kina, India, kontinenti afrikan, lindja e mesme, paqësori, Azia, të gjithë kanë syt nga ne. Ndonjëherë nuk e kuptojmë se çfarë po bëjmë, nuk e kuptojnë se çfarë po bëjmë me Ukrainën dhe kjo është e kuptueshme. Por le t'ua shpjegojmë se çfarë po bëjmë. Dhe në fakt nuk mund ta bëjmë këtë nëse mbetemi të heshtur në raport me Gazën, po themi është e çuditshme. Kush thot që kur vjen fjala për sovranitet territorial, ju bërtisni që është kërcënim për jetën dhe ju jeni të heshtur kur bëhet fjalë për tragjedi humanitare. Nuk po krahasoj, por thjesht po e sjell këtu, po e kujtoj.
Na duhet paqe, na duhet diplomaci, na duhet unitet për sigurinë tonë dhe natyrisht kjo është e vështirë për të ndërtuar një përgjigje të përbashkët. Për qenë besueshëm duhet kemi një reagim të përbashkët. Kemi të pranishëm dhe antarë të NATO-s këtu, por na duhet një shtyllë e fortë europiane në NATO dhe duhet veprojmë së bashku, siç kemi parë muajt e javët e fundit. Në një kuptim më të gjerë, Evropa ka shumë rëndësi sot se i takon trajtimit sigurisë sonë. Komuniteti politik evropian po kështu mundëson që të sjellim sigurinë njerëzve tanë kur vjen fjala për luftën kundër trafikimit të drogave, migracionit të paligjshëm. Kjo është thelbësore. Kemi nisur të diskutojmë këtë çështje dhe do të doja që të ndërtonim një koalicion shtetesh, organizatash ndërkombëtare e agjencish europiane për të luftuar trafikun edhe në porte e lumenj, për të luftuar pastrimin e parave dhe korrupsionin dhe për të forcuar programet e parandalimit. Kjo është thelbësore dhe njerëzit po na presin. I gjithë ky trafikim është i ndërlidhur, kësaj na duhet shumë bashkëpunim konkret për këtë çështje. Pika e tretë, kemi të bëjmë me sigurinë tonë demokratike. Mund ta kuptojmë nga zgjedhjet të fundit Rumania dhe Moldavia, Rumania sot. Ka kërcënime që po minojnë demokracitë tona, qëndresën tonë dhe natyrisht këto krijojnë manipulime gjatë zgjedhjeve, periudhave zgjedhore. Ka ndërhyrje të huaja konstante dhe këto po minojnë demokracitë tona. Përkundrejt gjithë çkaje që thash, ne kemi nisur në Blenheim në Blenheim një nismë edhe gjithashtu edhe kemi vendosur pikë kontakti për të rritur bashkëpunimin tonë, por në fakt duhet bëjmë më shumë për të mbrojtur infrastrukturën kritike nga sulmet kibernetike. Gjithashtu duhet të mbrojmë nga sulmet online dhe të gjurmojmë edhe flukset financiare që i ushqejnë këto sulme hibride. Sur lequel on peut accrocher tout ça. Puis le dernier point, c'est la sécurité économique. Tjetër, pika e fundit, siguria ekonomike e përmenda në Budapest, por besoj që dërim tani nuk kemi kuptuar mjaftueshëm që përfaqësojmë mbi 700 milion banorësh një treg i jashtëzakonshëm, shumë më i madh se ai amerikan, shumë më koherent dhe po të shihnit mesataren, nivelin mesatar, në qoftë është edhe më me ndikim se sa tregu kinez. Na duhet që të rrisim bashkëpunimin e të punojmë për këtë, duke hequr barierat tregtare. Duhet të sigurohemi që kjo Europë e gjerë, kjo Europë e jona e madhe, të jetë më e bashkuar ekonomikisht dhe nga pikpamja tregtare. Dhe kjo është ajo çfarë po bëjmë kur themi që kjo është edhe pjesë e diskutimeve midis BE-s edhe Mbretërisë Bashkuar. Ndërkohë që Edi dhe Aleksandri janë shumë përfshirë me rajonin dhe duhet bërë diçka më shumë edhe për integrimin rajonal, që duhet jetë një tjetër çështje e diskutuar si edhe zgjerimi i BE-s. Ne do të bashkërendohemi për të luftuar të gjitha kërcënimet që vijnë nga jashtë. Gjithçka që mund të sjellë konkurrencë të pandershme. Të gjithë po marrim e japim me tarifat amerikane, por do të jemi më të fortë po të rrimë së bashku. 700 milion konsumatorë, do të jemi shumë më mirë, më të aftë për të përballuar konkurrencën nga Azia. Do të kemi kapacitetin e do të jemi më të fortë, të bashkërendohemi për të mbrojtur tregjet tona. Unë sugjeroj që të bashkërendojmë punën tonë edhe për çështje të unitetit ekonomik në nivelin e KPS. Pra, siç e thash, jemi në një pikë në kohë ku duhet që t'i dalim zot situatës. Dhe rreziku për Europën, dhe nuk e di në qoftë se është Zeusi, e nëse ka dora i këtu, por
rreziqet janë të pranishme dhe KPE-ja na ndihmon që të shtrihemi nga pikpamja ushtarake sa i takon gjithashtu edhe sigurisë dhe ekonomisë. E na lejon që të bashkëprendohem disa nisma konkrete. Pra, është koha, siç edhe Edi e sugjeroi, që të ngrihet një sekretariat i cili të mund bashkëprendoj këto aktivitete në kuadër të KPE-s, e ndoshta që të kemi këtu edhe ose të përfshi gjithashtu edhe pranin e Këshillit Evropian dhe kjo do të ishte e dobishme. Faleminderit shumë që na pritet në Tiranë dhe për mikpritjen tuaj.